Përshëndetje, atëre fillojmë mbledhjen e komisionit me që e kemi quorum sipas ligjit e deklaroj të hapur mbledhjen me këtë rendite. Pika parë është miratimi i programit punimeve të komisionit për periudhën 10 deri 28 nëntor 2025. Pika 2, miratimi i kalendarit komisionit për shqyrtimin e projektbuxhetit për buxhetin e vitit 2026. Fillimisht do bëjmë prezantime projekt ligjit nga Ministria e Financave, pastaj diskutimin parim për buxhetin e vitit 2026 nga Ministria e Brendshme. Kanë konfirmuar pjesëmarrjen nga Ministria e Financave Zëvendës Ministri Zoti Endrit Yzeiraj, mirë se ardhët, Zoti Gentian Opre, Drejtori i Analizës dhe Programit Buxhetor, mirë se ardhët, dhe Zoti Fram Brahimi, Drejtori i Financave Vendore. Nga Ministria e Brendshme, po që do hynë me njëherë mbasi të prezantoj Zëvendës Ministri i Financave projekt buxhetin shkurtimisht, nga Ministria e Brendshme kam konfirmuar pjesëmarrjen Ministri Albana Koçiu, Zëvendës Ministri Julian Hodaj, Sekretari i Përgjithshëm Kledi Angjela, Drejtori i Buxhetit Viktor Hysaj, Drejtori i Përgjithshëm për Politikat e Rendit dhe Sigurisë Publike Alban Laskaj dhe Drejtori i Kabinetit Eni Dici. Atëherë fillojmë me pikën e parë, miratojmë program e punimeve të komisionit për periudhën 10 dhe 28 nëntor 2025. Kush është dakord? Dakord, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Miratojmë edhe kalendarin e komisionit për shqyrtimin e projekt ligjit për buxhetin e vitit 2026, pra datat që kemi të caktuar për gjitha dëgjesat, e hedhim në votim. Kush është dakord? Kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Atëherë fillojmë me shqyrtimin e pikës 3, prezantimin e projekt ligjit nga Ministria e Financave. I japim fjalën për prezantim Zëvendës Ministrit Endrit Yzeiraj. Ju lutem shkurtimisht në përgjithësi për të gjitha pikat që projekt buxheti prek, sidomos në lidhje me institucionet që ky komision mbulon. Fjala për ju, Zoti Yzeiraj. Faleminderit. I nderuar kryetar, nderuar anëtar, faleminderit për mundësinë për të prezantuar projekt buxhetin, duke qenë se është hera e parë që jam në këtë komision gjatë këtij mandati. Do doja të uroja të gjithë anëtarëve të komisionit një mandat suksesshëm në nivel politik, nivel personal, edhe për mbushje të gjithë objektivave të juaja. Projekt buxheti i vitit 2026 është një projekt buxhet i bazuar në 4 shtylla dhe 4 objektiva kryesor, të cilat janë edhe objektivat e fushatës me të cilën Partia Socialiste garoi gjatë zgjedhjeve të 11 majit. Objektivi i parë, i shpallur tashmë edhe botërisht, është rritja e nivelit të mirëqenies dhe mbrojtjes sociale për qytetarët dhe kryesisht për shtresat në nevojë. Objektivi i dytë është rritja ose garantimi i një rritje ekonomike të qëndrueshme. Objektivi i tretë është përshpejtimi i procesit të integrimit evropian fal investimeve në çështje që tashmë janë vënë pa edhe nga Komisioni Evropian si çështje që ka nevojë të mbështeten me investime. Dhe e katërta, dhe gjithmonë e rëndësishme për Ministrinë e Financave, të gjitha këto të ndodhin në kuadër të një konsolidimi fiskal të vazhdueshëm. Projekt buxheti vitit 2026 parashikon një nivel total shpenzimesh prej 886 miliard lek, pra gati 9 miliard euro. Kjo patjetër që është në nivel nominal një nga vlerat më të larta që është vlera më e lartë që është siguruar ndonjëherë, por ajo që ka është më rëndësishme është edhe në nivel të prodhimit të brendshëm bruto, është një nivel shpenzimesh me mbi 31% të PBB-s, duke qenë po ashtu një rekord. Siç e thashë më përpara, ky projekt buxhet ka patur në synim dhe në kryefjalë të tij reformën e pensioneve, mbështetjen e pensionistëve, sidomos të atyre që kanë pensione minimale. Të gjitha kategoritë e pensionistëve do përfitojnë një bonus të përmuajshëm tashmë, të shpallur që në fillim, pra nuk është më një bonus ad hoc.
ky bonus ka vlerën totale prej 100 milion euro në këtë vit dhe do të arrijë vlerën e përvitshme prej 500 milion euro deri në fund të mandatit, duke qenë në vlerë kumulative një investim për 1.7 miliard euro. Këto janë të gjitha fonde që dalin nga buxheti i shtetit, pra nuk janë nga skema tradicionale e pensionit dhe janë fonde shtesë që do të vihen në dispozicion pensionistëve, sidomos atyre me pensione minimale. Të gjitha këto synojnë që deri në vitin 2030 pensionet të rriten dhe të sigurojnë nivele dinjitoze për pensionistët. Gjithashtu do të ketë edhe një reformë në pagën minimale, qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat, e cila do të shkojë duke filluar që nga 1 janari 2026 në 50.000 lekë të reja, duke përfaqësuar kështu një rritje prej 25% në raport me nivelin aktual dhe deri në fund të mandatit kjo pagë minimale synon të shkojë në 70.000 lekë. E gjitha kjo, gjithashtu për këtë vit, është një investim prej 100 milion euro shtesë nga buxheti i shtetit. Janë parashikuar rritje të diferencuar pagash edhe për një masë lartë punonjësish në sektorët mbështetës dhe në sektorët ku ka punë të vështira për sa i përket edhe ngarkesës fizike. Arsyeja pse ky buxhet gjykojmë është një buxhet i suksesshëm, është mbi të gjitha fal performancës të ekonomisë shqiptare, e cila gjatë viteve të fundit ka siguruar jo vetëm një qëndrueshmëri, por edhe performancë të lartë. Rritja ekonomike me thuajse 4% është tashmë e siguruar dhe parashikohet të vazhdojë në këto ritme edhe në vitet në vijim. Ajo që ka shumë e rëndësishme është që shkalla e papunësisë ka rënë në nivelin më të ulët historik për 8.5%, ndërkohë që inflacioni, që ka qenë një nga shqetësimet kryesore jo vetëm në rajon, po në kontinent dhe më gjerë, në vitin 2024 ka qenë 2.2%, duke na lejuar kështu edhe një lloj hapësire për të stimuluar në mënyrë të vazhdueshme dhe kërkesën. Investimet e huaja direkte kanë qenë dhe mbeten të rëndësishme, duke u rritur me 7% vetëm në vitin e shkuar. Mbi të gjitha dhe më e rëndësishmja, sërish nga pikpamja e Ministrisë Financave, është se ky sukses është arritur duke siguruar një rënje të borxhit publik, e cili është në nivelin 54% për 2024, është niveli më i ulët që nga viti 2008. Pra, megjithëse kemi patur një zhvillim ekonomik dhe investimet më teshme qoftë në mbështetje të shtesave sociale, qoftë në projekte të rëndësishme që synojnë zhvillimin ekonomik, borxhi publik është ulur në mënyrë drastike në vitet në vijim. Kjo është shoqëruar me një përmirësim edhe të vlerësimit të borxhit publik nga agjencitë kryesore të rejtimit, si Standard & Poor's dhe Moody's, dhe ne synojmë që me gjithë rritjen e investimeve gjatë viteve në vijim, niveli të shkojë nën 50% deri në 2030 dhe deri në 2035 niveli të shkojë nën 45%, që është edhe objektivi që ne kemi në ligjin organik të buxhetit. Këto shpenzime, investime do të sigurohen fal të ardhurave që ne i gjykojmë në rritje edhe për vitin që vjen, por më duhet të theksoj, zoti kryetar, që nuk kemi për të patur as rritje taksash, as taksat e reja në vitin në vijim, dhe do të kemi ndërkohë sërish një masash lehtësuese për sektorin e bujqësisë apo për formalizimin e mëtejshëm të sektorit. Në raport me shpenzimet publike, dhe këtu do doja të ndalesha pak edhe në sektorin e mbrojtjes që mbulohet nga ky komision, ky sektor do të jetë një nga sektorët që në fakt do të ketë një mbështetje të dedikuar në këtë buxhet, edhe për shkak të angazhimit tashmë të shpallur për rritjen e shpenzimeve publike në mbrojtje për shkak të angazhimeve që burojnë nga antarësimi jonë në NATO. Në vitin 2026, shpenzimet për mbrojtjen do të kalojnë 2.12% të PBB-s, duke arritur kështu zotimin e mëparshëm, dhe do të pësojnë një rritje graduale edhe në raport me përqindjen e GDP-s, duke kapur 3.5%
të PBB-s deri në fund të 2035-s. Ky është dhe angazhimi tashmë i të gjithë vendeve të NATO-s. Pjesa tjetër e angazhimit, që është 1.5%, sigurohet fal investimeve të rëndësishme që ne do kemi në infrastrukturën publike, të cilat konsiderohen si investime mbështetëse që kanë edhe përdorim të dyfisht. Gjithashtu në këtë buxhet kanë zënë një zë të rëndësishëm investimet në mjeksi dhe në arsim, të dyja me thuajse 3% të PBB-s, pra duke arritur edhe një nivel jo thjesht nominal, po edhe në raport me PBB-n nga më të lartët e arritur ndonjëherë në historinë e buxheteve shqiptare, dhe gjithashtu ngelen me prioritet të rëndësishëm dhe projektet infrastrukturore. Jo vetëm rrugët tashmë, por edhe hekurudat dhe investimet në rrjetin ujor, të cilat janë mjaft të rëndësishme edhe për sa i përket procesit të integrimit evropian. Faleminderit për vëmendjen dhe mbetemi të hapur për pyetje. Po, jo, faleminderit për paraqitjen e përmbledhur të projekt buxhetit. Ne si Komision Përgjegjës thrasim këtu dhe diskutojmë parime të gjithë titullarët e institucioneve të cilat ne mbulojmë si komision, kështu që pa humbur kohë ne do fillojmë duke i uruar punë mbar ju, mund të leni vetëm një përfaqësues këtu nëse ka gjëra teknike që duhet diskutojmë dhe menjëherë thrasim ministrin e brendshme, sepse sot kemi diskutimin për Ministrinë e Brendshme për projekt buxhetin e vitit 2026. Atëre vazhdojmë mbledhjen, kemi prezantimin nga Ministra e Brendshme, nga zonja Albana Koçiu të buxhetit ose projekt buxhetit të vitit 2026 për Ministrinë e Brendshme, për linjën e Ministrisë së Brendshme. Fjala për ju, zonja Ministra. Faleminderit i nderuar kryetar, të nderuar deputet të Komisionit Sigurisë. Në fakt, për vitin 2026, është fakt që Shqipëria do të ketë një buxhet shteti rekord rreth 9 miliard euro. Shumë pak vende në botë ja kanë dalë që të kenë në fakt një buxhet 3 fish më të lartë në një dekadë. Dhe kjo arritje e jashtëzakonshme është padyshim fryti shumë arsyeve, siç është rritja ekonomike, turizmi, investimet e huaja apo avancimi i perspektivës europiane. Por asnjë nga këto faktorë nuk do të kishte qenë i mundur pa sigurinë, që qëndron në bazë të gjithçkaje. Sot Shqipëria është një vend i sigurt, në fakt një ndër më të sigurtit në Europë dhe buxheti i vitit 2026 do të vijojë të rrisë edhe më shumë standardet tona të sigurisë. Më lejoni të them që në krye të herës se ky buxhet pra që prezantojmë për vitin 2026 është më i larti për Ministrinë e Punëve të Brendshme, 50 milion euro më i lartë se buxheti aktual. Në 2 vite buxheti i Ministrisë së Punëve të Brendshme është rritur me 100 milion euro. Kjo vlerë buxheti ka shumë lajme të mira brenda për t'u zbërthyer, si për qytetarin ashtu dhe për të gjithë efektivët dhe punonjësit në varësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Për qytetarin, ky buxhet e vendos atë në qendër të gjithë përpjekjeve për të rritur më tej sigurinë e përgjithshme në vend, patrullimin në komunitet, numrin e shërbimeve të ofruara 24/7 dhe veçanërisht nivelin e sigurisë në qarkullimin rrugor. Ndërsa për 12.432 punonjës të policisë së shtetit, për 1.491 punonjës të Gardës së Republikës, për 1.389 punonjës të shërbimit zjarfikës, për 181 punonjës të vetë Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe të gjitha ata institucione
të tjera të varësisë së Ministrisë së Punëve të Brendshme. Lajmi i mirë është rritja e re e pagave që hyn në fuqi nga janari 2026. Ashtu si të gjithë punonjësit e administratës publike dhe ata janë pjesë e rritjes që do të vijë si rrjedhojë e njësimit të normës së inflacionit me 2.5%, si dhe nga rritja e mëtejshme e pagës minimale në shkallë vendi në nivelin 500 euro. Ndërsa për rreth 11.500 efektiv të policisë me grada, rritja është e trefisht. Përpos njësimit të inflacionit, përfitojnë gjithashtu nga ndryshimi i formulës së vjetërsisë, si dhe nga përfshirja në lek si pjesë e pagës së tyre e bonusit ushqimor që deri më sot është dhënë si kartë ushqimore. Si rezultat, një inspektor i thjesht, mjafton të përmend disa shifra, nga një pagë 80.500 lek që paguhet sot, me të gjithë shtesat paga do të shkojë 100.000 lek ose 20% më shumë, dhe flas këtu me lek të reja. Për një nënkomisar paga nga 95.500 lek do të shkojë në 116.000 lek. Për një komisar me të gjitha shtesat rritja nga 105.000 lek shkon në 125.600 lek dhe për një kryekomisar nga 115.500 në 136.000 lek. Gjithashtu, rritje do të ketë dhe për drejtuesit, pra për gradën drejtues dhe gradën drejtues i parë. Në 12 vjet, pagat sipas kategorive në Policinë e Shtetit janë rritur deri në 150%. Por përpos kapaciteteve njerëzore, si dhe përpos mirënjohjes, statusi dhe dignitetit që kjo rritje page sjell, për të gjithë trupën e veshur me uniform, buxheti do të mbështes direkt dhe kapacitetet teknike të Policisë së Shtetit. E të ndryshe, buxheti 2026 do të jetë një buxhet përmes të cilit do të bëjmë një tjetër kapërcim cilësor, për sa i përket kapaciteteve tona teknologjike, inovacionit, si dhe përdorimit të pajisjeve të zgjeruara apo inteligjencës artificiale për rritjen e sigurisë në vend. Midis projekteve kyçe që do të mbështeten nga ky buxhet është dhe ai i rinovimit dhe zgjerimit të sistemit të kamerave në përdorim nga ana e Policisë së Shtetit, si dhe avancimi i mëtejshëm i projektit të qyteteve inteligjente, që është i pari projekt kombëtar që automatizon dhe monitoron 24/7 sigurinë e akseve kryesore kombëtare si dhe rrugëve, shkollave apo hapësirave publike të 20 qyteteve më të mëdha të vendit. E treta, mbështesim investimet kapitale. Ky buxhet me gjithë listën e detajuar të projekteve që financon do të përmirësojë më tej kushtet e punës të Policisë së Shtetit. E katërta, buxheti do të mbështes pa kushte avancimin e shpejtë të negociatave për antarësim, sidomos sa i përket kapitujve kyç që Ministria e Punëve të Brendshme drejton, kapitullin 23 dhe 24. Pa u ndalur në të gjitha investimet e parashikuara një nga një, objektivat specifik që ky buxhet do të realizojë përpos atyre të deklaruara janë rritja e sigurisë rrugore përmes rritjes së patrullimeve në rrugë dhe përmes forcimit të shtuar të kontrollit mbi territorin, reduktimi i kohës së reagimit ndaj krimit në përgjithësi me një fokus posaçëm tek krimi brenda familjes, rritja e hetimeve proaktive në bashkëpunim me agjencitë hetimore për krimet e rënda dhe korrupsionin me një fokus posaçëm tek identifikimi, konfiskimi dhe sekuestrimi i aseteve kriminale, rritja e numrit punonjësve të policisë të pajisur me shërbime dhe pajisje IT sipas standardeve teknologjike, duke synuar 100% pajisjen e tyre brenda vitit 2028, përmirësimi i regjistrit kombëtar të gjendjes civile, çka hap rrugë për edhe më shumë shërbime të digitalizuara 24/7 me vulë elektronike për gjithë qytetarët shqiptar brenda apo jashtë vendit, mbështetje e operacionit për vendosjen e plot të ligjshmërisë në territor lidhur me ndërtimet pa leje ose përtej lejes së dhënë, sapo miratuam në kuvend 3 akte normative që forcojnë ndjeshëm mekanizmat e kontrollit dhe mbikëqyrjes dhe ndëshkimit, duke e bërë praktikisht të pamundur çdo formë abuzimi me territorin. Të gjitha janë pjesë e një filozofie të re për shtetin në raport me territorin dhe mbikëqyrjen që shteti duhet i bëjë territorit, një territor që nuk do trajtohet më si plaçka, por si hapësirë publike që i përket të gjithë qytetarëve dhe që garanton dinjitetin e tyre. Shumë e rëndësishme gjithashtu, mbështet përpjekjen për të ndërtuar pavonesë një adresar të saktë dhe të detajuar, kombëtar, me gjithë adresat e çdo ndërtese apo biznesi në Shqipëri. Në përfundim, më lejoni të konstatoj se ky buxhet është
domethënës, pavarësisht vlerës së vënë në dispozicion është domethënës sa i përket ambicjeve që ne kemi për synim për të realizuar, duke nisur me rritjen e pagave për gjithë institucionet ligjzbatuese, tek rolishtuar i inovacionit dhe gjithë projektet e tjera që do të mbështeten, buxheti 2026 sjell jo vetëm një rritje të mëtejshme të nivelit sigurisë në vend, por dhe vazhdimin e atyre reformave transformuese që i hapin rrugë përfundimtare përfundimit të negociatave me Bashkimin Evropian dhe antarësimit të vendit tonë brenda vitit 2027. Padyshim lista e detyrave të PIS është shumë e gjatë, shumë prej tyre janë objektiva komplekse dhe të vështira, por jam e sigurt që me buxhetin që prezantojmë për vitin 2026 kemi një armë të fuqishme në dorë që na pajis dhe na ofron të gjithë instrumentat dhe mekanizmat për të realizuar objektivat që i kemi vënë vetes. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit zonja ministre. Tani kalojmë në fjalën e relatorit, në këtë rast relatorja unë dhe pastaj kolegët që kanë pyetje mund të adresojnë pyetje dhe në fund pastaj diskutimet. Atëherë, nderuar kolegë, nderuar zonja ministre, nderuar të ftuar, sot na paraqitet për shqyrtim projekt buxheti i Ministrisë Punëve të Brendshme për vitin 2026, i cili synon të garantojë dhe më tej forcimin e rendit publik, sigurinë kombëtare dhe shërbimeve ndaj qytetarëve në përputhje dhe dua ta them që në fillim që ka një ekuilibër shumë të mirë për sa i takon përputhjes që ka me objektivat strategjik të qeverisë për siguri dhe mirëqenie. Gjithashtu me kënaqësi konstatoj edhe adresimin e shumë shqetësimeve që u ngritën edhe gjatë seancës që ne patëm dëgjimore, që lidhen drejt për drejt me çështjet të sigurisë në Shqipëri. Po të shohim buxhetin e përgjithshëm, vëmë re një rritje të ndjeshme dhe ndoshta nga rritjet më të mëdha që ka pasur buxheti për linjën e Ministrisë së Brendshme në vitin 2026. Dhe ky buxhet është 35.7 miliard lek dhe rritja në vlerë absolute është 4.7 miliard lek nga ajo që kishim parashikuar për Ministrinë e Brendshme në vitin 2025, ose e thënë ndryshe 50 milion euro, siç e theksoi edhe ministja, është rritja nga parashikimi 2025-s në 2026-s. Në përqindje, kjo rritje është 15% më shumë se sa ai i vitit 2025. Po ta shohim se ku është alokuar më shumti kjo rritje, vëmë re se kryesisht e kemi në mbështetje të strukturat policisë shtetit dhe gardës së Republikës. Dhe do t'ja them më poshtë pasaj në çfarë zërash që lidhen drejt për drejt me objektivat që ka qeveria për rritjen e sigurisë dhe mirëqenies në vend. Në mënyrë të përmbledhur, sipas zërave, shpenzimet e personelit janë rritur 11% krahasuar me 2025, ose 24.8 miliard lek më shumë se sa 2025, dhe ky përbën dhe zërin më të madh, 70%, gati 70% e totalit të buxhetit. Së dyti, për shpenzime dhe madra shërbime, rritja është rreth 2% më shumë nga viti 2025, apo 5.9 miliard lek. Për investime me financim të brendshëm, kemi 2.6 miliard lek, apo plus 142% më shumë se sa 2025. Dhe së fundi, për investime me financim të huaj, është rreth 2.3 miliard lek, apo me një rritje rreth 34%. Si shohim sipas agjensive përkatëse, Policia e Shtetit, buxheti për Policinë e Shtetit për 2026-ën parashikohet rritet me 17% nga ajo që ne përcaktuam dhe miratuam
për vitin 2025 dhe këtu pa diskutim shpenzimet e personelit kanë një zë të veçantë dhe rriten me 12%, ndërsa mallra shërbime me vetëm 2% dhe duket qartë që rritja është fokusuar pikërisht në trajtimin dinjitoz të policisë së shtetit. Prioritetet për këtë buxhet që lidhen me policinë e shtetit përfshin forcimin e sigurisë publike dhe rrugore, rritjen e operacioneve të posaçme, hetimet proaktive kundër korrupsionit dhe pastrimit parave, si dhe përmirësimin e pajisjeve teknologjike. Në Gardën e Republikës, për 2026 në Gardën e Republikës ka një rritje me 9%, ku edhe këtu kemi një rritje të shpenzimeve të personelit që shoqërohet me rritjen e pagave, ku buxheti parashikon 7% më shumë se sa në 2025-ën, për madhe dhe shërbime ka një rritje me 11%, ndërsa për investimet me financim të brendshëm me 67%. Kjo rritje synon përmirësimin e sigurisë të personaliteteve shtetërore dhe objekteve të rëndësisë veçantë, një nga shqetësimet që e kemi pasur shumë edhe në kohët e fundit e diskutuam këtu edhe në seancën dëgjimore me ministren. Për shërbimin e gjendjes civile, prioritet këtu mbetet pa diskutim modernizimi i regjistrit kombëtar gjendjes civile, përmirësimi i infrastrukturës teknologjike dhe ndërtimi i një sistemi të quajtur disaster recovery për garantimin e vazhdimësisë së shërbimeve. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe besoj se këtë vit do kemi të ndërtuar plotësisht këtë sistem kaq të rëndësishëm. Në lidhje me masat financiare dhe reformat në mbështetje të punonjësve të policisë, pra një fokus specifik dhe që adreson të gjithë shqetësimet që kemi patur për trajtim dinjitoz të uniformës së policisë. Projekt buxheti i 2026 parashikon indeksimin e pagave dhe vijimin e rritjes në të gjitha gradat deri në vitin 2027. Siç e përmendi edhe ministrja, me fashat sipas gradave, është një rritje shumë e rëndësishme që besoj se tashmë po japim dinjitetin e duhur, trajtimin e duhur dinjitoz uniformës së policisë. Për sa i takon pjesës së pagës për vështirësi pune, janë planifikuar 170 milion lek, për shtesën e vjetërsisë 176 milion lek, po jap pra për çdo zë më vete. Për ndryshimin e skemës së kompensimit ushqimor kemi 1.4 miliard lek. Këtu vlen për të theksuar që ndryshimi i skemës konsiston nga mënyra e kompensimit nëpërmjet një karte ku kufizohej marrja e këtij kompensimi ushqimor në supermarketa të caktuara. Tashmë kemi kaluar në skemën ku kompensimi financiar shkon drejt për drejt në kontot në llogari të çdo punonjësi të policisë, sipas përkatësisë që edhe kategorisë që i ka të ndara. Dhe për mbikohën dhe pagesat e mbikohës dhe orareve shtesë apo oraret e natës, që ka qenë dhe ky një shqetësim, kemi një financim 100% të këtij kompensimi dhe përkatësisht këtu janë alokuar 1.2 miliard lek. Për sa i takon pastaj investimeve kryesore, pa diskutim investimi kryesor për këtë vit do të jetë Smart City me 2.2 miliard lek për sistemin e kamerave digjitale. Besoj se do ketë një ndryshim cilësor të shumë aspekteve që lidhen me sigurinë, sidomos sigurinë rrugore, por jo vetëm sigurinë rrugore, sepse do jetë një instrument shumë i mirë edhe për policinë kriminale apo për aspektet të tjera të krimit që tashmë do monitorohen në rrugët dhe kryqëzimet kryesore në të gjithë Shqipërinë si rezultat i këtij investimi shumë ambicioz për atë Smart City. Kemi disa rikonstruksione apo ndërtime komisariatesh. Ministria e Brendshme ka planifikuar Kryen Elbasanin edhe Sarandën për
2026. Kemi parashikuar pajisje të reja për Policinë e Rendit dhe Gardën e Republikës, siç e tham atje, dhe rritjen në investime përkatësisht për këto dy agjenci ligjzbatuese të rëndësishme. Janë parashikuar blerje autometesh dhe pajisje në mënyrë specifike për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore dhe përmirësim të infrastrukturës, siç tham dhe siç e përmendëm shifrën për ICT-n për gjendjen civile. Në përfundim, projekt buxheti vitit 2026 me kënaqësi vëre që reflekton një qasje të balancuar ndërmjet rritjes së kapaciteteve njerëzore, teknologjike dhe infrastrukturës në funksion të një policie më moderne, më efikase dhe më pranë qytetarit. Ndaj, unë ftoj komisionin dhe gjithë kolegët deputet ta mbështesin këtë projekt buxhet si një hap domosdoshëm drejt forcimit të rendit dhe sigurisë në vend. Ju faleminderit. Tani kalojmë në seancën e pyetjeve nga kolegët. Kush ka pyetje? Zonja Xhaçka, po. Faleminderit. Disa nga pyetjet që desha të ngre kanë lidhje me përqindjen e rritjes së buxhetit krahasuar me 2025-ën, e cila është e dedikuar për sigurinë publike dhe për rendin. Edhe pak a shumë si keni prioritizuar këto shpenzime, duke pasur parasysh prioritetet kryesore në fushën e policimit, sidomos luftën kundër krimit organizuar, sigurinë rrugore, trafikun e drogës apo të armëve, edhe pse kryetari i komisionit edhe si redaktor i projekt ligjit përmendi disa nga benefitet, fjala që bie sa i takon policimit, apo të gjitha këtyre fushave që unë përmenda benefitet e Smart City, por do doja të dija si e keni prioritizuar ju përqindjen e rritjes sa i takon sigurisë publike dhe rendit, sa i takon emergjencave civile, si po përgatitet Ministria për përballimin e krizave klimatike apo menaxhimit rreziqeve natyrore si përmbytjet, zjarret, tërmetet, larg qoftë mos paçim tilla, por a janë parashikuar fonde për bashkëpunim ndërinstitucional me Ministrinë e Mbrojtjes apo me pushtetin vendor në këtë fushë? Po ashtu, a do të ketë rritje të fondeve për bashkëpunimin me Frontex në zbatimin e marrëveshjeve të menaxhimit kufive me Bashkimin Evropian? Si do të përdoren fondet për trajtuar flukset e mundshme migratore apo edhe mbështetjen e azil kërkuesve? Dhe sfundmi, a do të zbatohen mekanizma për buxhetimin gjinor në programet e ministrisë, duke qenë që buxheti parashikon që 9%, 9.5 më sakt përqind e shpenzimeve publike të jenë me bazë gjinore? Faleminderit. Faleminderit, zonja Xhaçka. Mbledhim atëherë edhe ca pyetje të tjerë nga kolegët. Po, zoti Çere, ju. Faleminderit, kryetar. Para nderuar zonja ministër, faleminderit për prezencën. Vrej dy gjëra, i kënaqur kryetari i komisionit për buxhetin, e kënaqur edhe ministra dhe shoh që është situata që ka në rregull. Zakonisht vazhdimisht në praktikën e viteve të kaluara, ministrat asnjëherë s'kan qenë të kënaqur me, po besoj që edhe ti do ta thuash më vonë me buxhetin. Duke i bëj një analizë për buxhetit të vitit 2026 për rendin dhe siguria publike, shohim se Ministria e Punëve të Brendshme do të ketë 35.7 milion lek ose 1.3% të prodhimit përgjithshëm brute. Pamjet parë kjo të krijo idenë e një rritje, po në fakt po të hysh analizë zërave të këtij buxheti del se pjesa kryesore do të shkojë, pjesa dërmuese shkon për pagë dhe mirëmbajtje, pra rreth 60% e saj. Dhe ndërsa investimet në logjistikë, në teknologji, në hetim modern mbeten minimale.
A është e mjaftueshme, për shembull, pyetja konkrete, a është e mjaftueshme vlera e përcaktuar për 2.5 milion lek, një shifër simbolike kjo, për një vend si Joni, që është korridori i trafikut rajonal për qendrën e menaxhimit të kufirit? Pyetja e dytë, a janë parashikuar dhe nëse po, sa është vlera në vlerë financiare, trajnimet, specializimet e personelit, si dhe furnizimi me pajisje për hetimin e krimit ekonomiko-financiar? Dhe sa është, pyetja tjetër, sa është parashikuar nga ana juaj në vlerë për të financuar lidhur me zërin me problematikat e sigurisë kibernetike, si Ministri e Brendshme, pa përfshirë shërbimin e informativ shtetëror. Dhe pyetja e fundit ka të bëjë me gjendjen në cilën është Komisariati i Policisë Tropoj, zonë cilën nuk përfaqësoj në qarkun e Kukësit, Kukës, Has dhe Tropoj, i cili nuk ka vite që nuk ka pa vlerën e investimeve, dhe e shoh që as këtë vit kam kërkuar vitin që kaloi, çdo vit e kërkoj, për ta kërkoj. As këtë vit s'keni parashikuar as një gozhd për ta vendosur në Komisariatin e Policisë Tropoj. E them që është e domosdoshme për çfarë arsyesh. Kush se din, Tropoja për të ardhur në Tiranë duhet me kaluar doganën 2 herë, edhe në kthim 2-4 herë. Problematika që ka zona për të ardhur drejtoria e policisë qarkut Kukës, për të ardhur në mbështetje të problematikave që mund ndodhin në Tropoj, prapë është, edhe po s'kalon kufirin, është një rrugë që bën 220 kilometra bajtje dhe ardhje, dhe si qafe e luzhës, si themi ne, si rruga ashtu. Pra, po të siguroni aty në njerëzve, aty në personelit të policisë, efektivat të policisë Tropojs, kushtet e punës dhe ashtu, është edhe më lehtë edhe për sigurinë publike në vend, por edhe për drejtorinë rajonale që është në Kukës, edhe për drejtorinë e policisë shtetit. Dhe do ishte mirë, zonja ministre, që në këtë periudhë që gjykojmë ashtu, të mendoni diçka për rekonstruksionin e Komisariatit të Policisë Tropoj. Faleminderit. Po, faleminderit. Pyetje tjetër, po, zoti Balliu. Si justifikon Ministria Brëshme fakti që buxheti i saj nuk parë
Faleminderit zoti Balliu, zoti Male, për ju pyetjet. Faleminderit kryetar. Unë mendoj që ky është buxheti më i mirë i këtyre 3 dekadave me një rritje goxha të madhe. Do të sugjeroja, e shikoj që 70% e rritjes është pikërisht për personelin, normalisht duhet, sepse është personeli që e bën gjithë punën dhe ka gjithë rëndesën e strukturave të sigurisë. Një sugjerim kam. Për rritjen e mbështetjes financiare të punonjësve të policisë që banojnë larg vendit, që punojnë larg vendit banimit, ku është shumë e rëndësishme, si dhe rritjen e vështirësisë në punë të strukturave specializuara, duke filluar nga Garda e Republikës, RNA, FNSH, struktura operacionale, mbrojtja e dëshmitarëve, që më të vërtet kanë një mision goxha të vështirë. Po mendoj të sugjerime nga ana ime, po gjithsesi shumë faleminderit, është një rritje goxha e madhe, shpresojmë që në buxhetin tjetër ta kemi akoma edhe më lart, që t'japim një personalitet dhe dignitet që ka punojësi i policisë apo punojësi i strukturave të sigurisë. Faleminderit zoti Male. Në pyetje tjetër nga kolegët, po, zoti Penevini. Faleminderit kryetar. E dëgjova me vend edhe relatimin tuaj edhe atë të ministres. Është vërtet një buxhet që u fol me për rritjen, për mbikëqenien. Në fakt, zonja ministre, doja të pyetja, jeni e kënaqur me buxhetin që keni apo do doni ta kishit më shumë? Dhe çfarë mund të bëni po që se juve që është pyetje. Dhe dëgjova për pjesën e adresimit. Sa do të jetë buxheta për adresarin që do të krijohet dhe kur mund që të mbarohet ky adresar? Buxheti për shërbimin zjarfikës. Të gjithë jemi koshjentë dhe e pam edhe si vjetë që ne kishim një situatë shumë të vështirë në periudhën korrigusht, zjarre masive gati në të gjithë Shqipërinë si pasojë ndryshimeve klimatike dhe këtë. Buxheti për shërbimin zjarfikës sa do të jetë dhe çfarë do të ketë rrisi 2026 ndaj 2025 për pjesën e shërbimit dhe se si do të arrihet ajo që të zgjidhet me sa më shumë efikasitet. Për pjesën e digitalizimit, thuhet në relacionin e buxhetit që do të rritet numri i shërbimeve që do të merret në mënyrë digjitale në gjendjen civile nga 25 shërbime në 2025 në 32. Janë vetë 7 shërbime më shumë që do të afrohen online. Mund të kemi një listë të këtyre shërbimeve që afrohen? Faleminderit. Faleminderit, zoti Kapri, pyetje për po ja ti grumulloj që mos ka ndonjë gjë që ti përgjigjet aty dhe pastaj faleminderit. Kam një pyetje konkrete në lidhje me këtë investimin që keni parashikuar prej 2.2 miliard lekësh, pra 22 milion euro për vendosjen e kamerave në 20 qytete thatë. Po nuk kemi asnjë detaj në lidhje me këtë projekt, sepse tani kjo është çështje e ndjeshme kudo. Midis çështjes sigurisë, edhe çështjes së mbrojtjes së privatësisë, edhe përdorimit të dhënave. Pra, ju jeni drejt një modeli kinez, ku skanohet gjithçka me kamera inteligjente, fytyra e njerëzve etj, apo jeni te një model europian ku këto kamerat përdoren edhe për qëllime të tjera. Pra, kjo është diçka shumë sensitive në këtë aspekt dhe ne nuk kemi pasur një detajim të këtij projekti. Dakor, më është e nevojshme të kemi kamera sigurie, por çështja është se sa larg shkojnë këto kamerat e sigurisë. Të mos edhe çfarë kemi ratifikuar ne me konventat ndërkombëtare dhe duke patur parasysh që po kemi procesin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Pra, duhet ta dim këtë gjë para se ju të ndërmerrni tenderin përkatës. Tjetër, në lidhje me çështjen e mbështetjes financiare dhe të rritjes së pagave
të punonësve të Ministrisë së Brendshme, të një personeli për afërsisht 15.000 vetësh. Në fakt, zonja ministre, sërish një oficeri policisë në Shqipëri paguhet më pak se mesatarja e punonësve publik në tërësi. Po të shikojmë vendet e Bashkimit Evropian, ne kemi një piramidë të përmbysur, të e kemi bërë në ndër vite në fakt. Çfarë do të thënë kjo? Okay. Pra, në vendet e Bashkimit Evropian janë disa shërbime publike të cilat janë dhe investime jetësore. Po them mësuesit 1 dhe policët 2 paguhen mbi mesataren e në punësve publik në tërësi, dhe unë po shikoja tani si paguhen në Gjermani dhe dukshëm janë të paktën 20% më shumë forcat e policisë krahasuar me mesatare në përgjithësi që kanë në punësit publik. Ne kemi përmbys të gjë. Kuptohet që kjo është e tradita në tashmë e gjatë, por që edhe pse ju jeni në mandatin e 4 nuk e keni rishikuar këtë aspekt. Dhe ne çfarë po vërej unë pas si fenomen është kjo që në organikën e forcave të policisë ne kemi shumicën e punonjësve me arsim të mesëm, ndërkohë që kemi kaq shumë të rinj që kanë studiuar për drejtësi, por të cilët as kanë pikën e interesit të punojnë në Ministrinë e Brendshme pikërisht se kanë pagat e ulta. E njëjti fenomen kjo është edhe në arsim, madje studentët më të dobët kanë shkuar për të bërë mësues, sepse pagat janë në kushte mizerable. Tani që ta bëjmë konkrete, do thotë që nëse paga mesatare në sektorin publik është diku tek 1.1 milion lek ose 1.2 milion lek, kjo do thotë që oficeri i policisë do shkonte të paktë 1.4. Në planin juaj afatmesëm, a keni parashikuar të ketë një rritje të vazhdueshme në mënyrë që të përmirësohet edhe organika e policisë së shtetit, sepse dhe kjo është një shqetësim, me thënë të drejtën. Dhe së dyti, në investimet që ju keni parashikuar, vjet re që ka shumë pak teknologji, ka shumë pak mbështetje veçanërisht për hetime që sot konsiderohen të rëndësishme, siç është krimi financiar, krimi kibernetik në anën tjetër, të cilat ju nuk i keni adresuar në buxhet. Faleminderit. Faleminderit, zonja ministre, mund të përgjigjeni. Fjale për ju sipas pyetjeve që bën kolegët. Po, shumë faleminderit për pyetjet, po e nis me radhë, pastaj nëse ka do më plotsojnë edhe kolegët nëse ka gjërat pa trajtuara. Sa i përket buxhetit për sigurinë, dua të theksoj edhe një herë që Policia e Shtetit në buxhetin e vitit 2026 parashikon një rritje në total në masën plus 17%, rritje e cila sipas zërave të shpenzimeve parashikohet të jetë si më poshtë. Për shpenzimet e personelit një rritje në masën 12%, për madra dhe shërbime një rritje në masën 2% dhe për shpenzime për investime me financim të brendshëm ka një rritje rreth 2 herë më shumë 2 fish, pra ose në masën 217%. Gjithashtu edhe sa i përket Gardës Republikës, për 2026 parashikohet një rritje total në masën 9%, shpenzime personeli në masën 7%, shpenzime mallra dhe shërbime në masën 11% dhe shpenzime për investime financim të brendshëm një rritje në masën 67%. Ndërkohë, sa i përket buxhetit për emergjenca civile,
ku përfshihet dhe shërbimi zjarfikës. Në fakt, buxheti i mbrojtjes nga zjarri në total për të gjitha bashkitë është 2.3 miliard lek, në raport me vitin 2025 një rritje prej 9%. Sigurisht që shërbimi zjarfikës ka përfituar rritje të ndjeshme në mbështetje financiare dhe në përmirësim të kushteve të punës. Ajo çka ne jemi duke ndërmarr aktualisht dhe është një nga reformat që Ministria e Punëve të Brendshme është duke drejtuar, sigurisht edhe në bashkëpunim me strukturën e emergjencave civile dhe Ministrinë e Mbrojtjes në këtë drejtim, është pikërisht reformimi i shërbimit zjarfikës. Unë e kam thënë disa herë edhe në dëgjesat që jemi duke kryer në fakt për bashkitë e vendit, ne kemi një shërbim zjarfikës në nivel urban lokal të bashkive të organizuar mirë dhe të pajisur mirë, por kur vjen puna në nivel kombëtar për zjarre kombëtare apo emergjenca të nivelit kombëtar që prekin 2, 3 apo më shumë bashki, do duhet që të bëjmë një organizim më të mirë të punës dhe do duhet të bëjmë një reformim të strukturave përkatëse në këtë drejtim, duke forcuar më shumë koordinimin dhe bashkëpunimin ndërinstitucional. Është e vërtetë që ka disa struktura në fakt që merren me emergjencat civile dhe pikërisht për këtë arsye mendojmë të ngrem në nivel rajonal strukturat e menaxhimit të emergjencave civile, ku të përfshihen brenda jo vetëm shërbimi zjarfikës, por edhe emergjenca civile dhe urgjenca mjekësore kombëtare, forcat e armatosura, policia e shtetit, të gjitha ato strukturat të cilat në fakt ndërveprojnë dhe koordinohen bashkarisht kur vjen puna tek emergjencat në nivel kombëtar. Pra ne sot kemi bashkitë vogla të cilat kanë të organizuar njësitë e shërbimit zjarfikës, por e kanë të pamundur për shkak të kapaciteteve të organizohen dhe të shuajnë zjarre masive në bashkitë vogla si Finiqi, Leskoviku apo Delvina, ndërkohë që e kemi shumë të thjeshtë në bashkitë të mëdha si Durrësi apo Tirana për të reaguar në zjarre masive në Pyje. Kështu që pikërisht për gjithë këto arsye jemi duke bërë një reformë në organizimin e shërbimit zjarfikës, ku domosdoshmëri ka patjetër edhe ngritja e kapaciteteve të punojësve të shërbimit zjarfikës, përmirësimi i infrastrukturës dhe me patjetër pastaj edhe përcaktimi i qartë i kritereve të punësimit në këtë shërbim. Janë të gjitha në fakt pjesë e një reforme e cila patjetër në përfundim do të ketë edhe një vlerësim të impaktit financiar në bashkëpunim të ngushtë në fakt edhe me mbështetjen e Bankës Botërore dhe që vjen si rezultat edhe i rishikimit të legjislacionit aktual për shërbimin zjarfikës. Pra të gjitha në një paket masash e cila patjetër pastaj dhe do kostohet dhe ne do vim edhe këtu dhe do ta diskutojmë më shumë. Sa i përket pyetjes për sigurinë kibernetike, ne aktualisht në buxhet kemi të planifikuar 117 milion lek, ku përfshihet patjetër edhe problematika me sigurinë kibernetike, ndërkohë mos harrojmë që kemi edhe institucione të specializuara në këtë drejtim, është Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike që gjithashtu bashkëpunon me ne për të adresuar gjithë këto shqetësime. Është një fond i dedikuar në këtë pikë. Sa i përket përmirësimit të kushteve të paraburgimit, gjithashtu kemi të parashikuar një fond prej 15 milion lekësh për përmirësimin e kushteve të paraburgimit. Po, në projekt zbatim këtë vit. Sa i përket shqetësimit lidhur me formimin e punonjësve të policisë apo të nivelit me shkollë të mesme, mjafton t'ju them faktin që gjatë vitit 2024 në Akademinë e Sigurisë kanë studiuar dhe kualifikuar gjithsej 1105 punonjës dhe student, 184 diplomuar në bachelor, 98 certifikuar nga programe universitare, 823 nga Kolegji Profesional i Formimit Policor, ndërkohë për vitin akademik 25-26 janë regjistruar 150 studentë të rinj në programin bachelor siguri dhe hetim dhe në tetor të 25-s nis programi i ri master shkencor siguria dhe hetimi. Në total përmes trajnimeve të specializuara dhe programeve të formimit, akademia ka trajnuar mbi 4000 efektiv dhe profesionistë nga Policia e Shtetit dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese. Sigurisht që synimi im ynë është që të plotësojmë akoma më shumë nevojat
e policisë shtetit me kapacitete njerëzore dhe me formimin e dur për të kryer në fakt edhe këtë funksion kaq të rëndësishëm edhe kaq domosdoshmërisht profesional për të ofruar në fakt shërbimin e dur në komunitet. Tjetër. Për kamerat e sigurisë, në fakt, ky është një projekt të cilin e synojmë ta fillojmë zbatimin e tij nga viti 2026. Sigurisht nëse jeni të interesuar për detajin e patjetër mund të vim edhe të diskutojmë në një seancë posaçme, nuk është se kam mund të ta japim informacionin në vim. Çfarë kishin tjetër? Për çështën e nivelit të pagave, domethënë normalisht se është niveli më i lartë, po. Atë për çështën e nivelit të pagave për këto të pagat për punonjësit e sistemit me grad, fillimisht duhet të themi se faktikisht rritja është e konsiderueshme edhe në veçantë për policinë e shtetit dhe për gardën, por edhe për pjesën e investimeve është edhe në vlerë krahas presimeve rreth 2.4 herë është rreth 1.1 miliard. Pjesa e nivelit pagave që për të orientuar si në nivelin e pagave me tjerë, po ju përmend vetëm në nivele gradash, rreth 252.000 lek është vetëm për drejtuesin madhor, 230.000 lek është për drejtuesin e lartë, 178.000 lek është për drejtuesin e parë, ke për drejtuesi 158.000 lek, ke kryekomisarin 141.000 nëse doni me të vjetra rreth 1.4 milion. Edhe tek niveli nën komisar 1.1 milion dhe tek punonjësit e rolit bazë 93. Duhet të theksojmë faktin, këtu është vend për të përmendur, që këtu nuk është i përfshirë as ushqimi, kompensimi ushqimor që është rreth 15% e pagës nivelit ult, kuptimi i kësaj edhe është rrezik të vit që do merret që thuash në llogari drejt për drejt jo në nivelin e kompensimit produkte ushqimore dhe kjo në këtë aspekt është në favor të punonjësve të policisë. Në të njëjtën kohë, ju them edhe gjatë tjetër se këtu nuk janë përfshirë tek niveli i trajtimit, domethënë tek pagat nuk janë përfshirë as koha, shtesë, orë suplementare dhe orët e natës, si në total janë rreth 2.2 miliard në vit ose rreth 12% e pagës. Normalisht është punë plus e punonjësit të policisë që përfshihet dhe tek financimi i buxhetit faktikisht garantohet mbështetja e punonjësit të policisë përveç elementeve të pagës që është e detyrueshme, por edhe për këto elementet e orëve suplementare dhe shtesë, plus dhe kompensimi ushqimor. Patjetër, po jemi akoma në fazën e pyetjeve, ëh? Patjetër. Okay. Po, atëre me që u përmendët, dua një saktësim nga ana juaj për të pjesën. Orët shtesë ka qenë një shqetësim i vazhdueshëm i oficerëve të policisë shtetit. Madje tani që flasim, mua më çojnë mesazhe dhe më pyesin. Do ta zgjidhin në mënyrë automatike që çdo muaj të shkojnë në rroga apo do e mbani me muaj, sepse bëhet pa kuptim situata kur punon me muaj të tërë, domethënë orë shtesë dhe mezi i presin ata oficerë policisë. Prit pak lutem, dhe ka qenë traditë e shumtuar e Ministrisë së Brendshme, e cila nuk ka bërë kur transparencë për të pjesën. Pra, policët punonin orar të zgjatur dhe orët shtesë nuk u paguaj. Së dyti, për dietën ushqimore, që është 50% e pagës, më sa thatë? 15. Pa. Ka qenë një shqetësim i mëparshëm, është që ju nuk ja u jepni të lekë në dorë, po jepni një kartë që shkonte të blinte në një supermarket e një biznesmeni. Kjo vazhdon akoma me këtë kartën apo do e kaloni lek? Jo, duat ma thoni ju, zonja ministra. Pjesës mbi kohës punës në këtë moment që po raportojmë dhe në bazë danave të 10 muajorit janë rreth 6 milionë euro të paguara për mbi kohë pune. Dhe për orë natë pa diskutim që ato janë të një kategorie dhe më të rëndësishme që ekzekutohen drejt për drejt në fundin e periudhës mujore të pagesës. Dhe pagesat deri në fund vitit, edhe vjet janë garantuar, mund të ketë pasur një situatë për gjatë sezonit turistik për shkak të mirë ngarkesës, dhe këto faktikisht edhe nuk mund të planifikohen
saktësisht edhe numri, domethënë e pjesa shërbimeve në raport edhe me lëvizjet e këtyre dhe jo gjithmonë i ketë orë suplementare, jo gjithmonë janë planifikuar saktësisht do kesh këtë nivel. Kjo është akuzuar në raport edhe me aktivitetet, me lëvizjen, me turizmin, me angazhime të tjera. Kështu që mund të kemi pas vjet me sezonin turistik që u mbyll në fund vitit. Dhe këtë vit ne i kemi të garantuar edhe me shtesën që morëm aktin normativ për pjesën e mbikos punës dhe nuk do jetë problem. Për vitin tjetër absolutisht tek pjesa e buxhetit, paktën në bazë dhanave që kemi ne të projekt buxhetit dhe me rritjen e çështjes nuk do jetë problem. Garantohet në masë se thosh 100%. Pjesa ushqimit thjesht për kështu kjo është rrisja që këtë vit domethënë të filloi është aplikuar par vjet me pagesë të drejtë për drejtë, tani është përgatit dokumenti dhe do ketë pagesë të drejtë për drejtë në llogarinë si element i pagës. Nuk do jetë me këto kupone, që e konfirmoi edhe ministri, ngeli për ta konfirmuar këtë pjesë. Faleminderit. A ka pyetje të tjera? Atëherë vazhdon ministrja me përgjigjet? Thjesht për t'ju përgjigjur shqetësimit lidhur me pagesat për ata punonjës të policisë të cilët punojnë jashtë larg vendbanimit të tyre. Aktualisht jemi duke rishikuar një skemë e cila trajton nga njëra anë largësi nga vendbanimi e cila sot që flasim paguhet, por në ndërkohë dhe atë shqetësim që ka për disa zonat cilat kanë vështirësi në plotësimin me efektiv policie. Dhe kryesisht shqetësimi i përcjell nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Shtetit është për strukturat, cilat për shkak dhe të specifikave dhe të kompleksitetit që kanë, hasin vështirësi në plotësim me efektivët e dur. Jemi duke punuar në fakt për ta qasur edhe me instrument incentivus edhe motivues në pagë, duke i dhënë mundësinë pra Drejtorisë Përgjithshme të Policisë nëpërmjet fondeve të vëna në dispozicion që të qasi edhe këtë element për strukturat posaçme dhe jo vetëm, edhe për njësi organizative të cilat janë të vendosura në territor dhe për shkak të vendosjes tyre gjeografike kanë vështirësi në rekrutimin me efektivët e nevojshëm. Dhe kjo do t'i bashkangjitet patjetër edhe të gjitha shtesave të cilat sot efektivët e policisë, pra punonjësit e policisë marrin për shkak edhe të kushteve të veçanta të punës, për shkak edhe të punës larg vendbanimit të tyre dhe të gjitha elementeve të tjera të kompensimit me pagë, ashtu siç edhe i referuam. Ndërkohë edhe për të bërë edhe një qartësi më tej për komisionin, aktualisht me financim të komisionit të Europian jemi duke zbatuar fazën e dytë të projektit EU for Lea, që është një projekt i cili ka në dispozicion një buxhet prej 10 milion eurosh, pra duke patur në fokus dhe duke targetuar ngritjen e kapaciteteve kontare për hetime komplekse mbi krimin e organizuar, duke vënë fokus gjithashtu dhe te krimet financiare, krimet kibernetike, rikuperimi i aseteve dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, si dhe pajisje dhe modernizim të infrastrukturës teknologjisë dhe informacionit dhe mjete operative të agjencive ligjzbatuese për të siguruar hetime efektive dhe qëndrueshmëri institucionale. Në fakt është një projekt i rëndësishëm i cili është horizontal, prek përveç strukturave të policisë së shtetit, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe institucionet e drejtësisë dhe Ministrinë e Drejtësisë dhe besojmë fort që do të jetë një vlerë e shtuar në formimin dhe ngritjen e kapacitetit të agjencive tona ligjzbatuese në kuptim të përmirësimit të sigurisë publike. Faleminderit zëra ministre. Kishën e pyetje që nuk mori përgjigje? Okej, atëherë për cilën konkretisht? Zoti Çela, për cilën? Për komisariatin, për kë ishte? Për paraburgimin, po për komisariatin, për? Po, zoti... Po. Mirë, me këtë rritjen e buxhetit të investimeve, me kuptohet në diskutim edhe me ministrin edhe me ekipin e menaxhimit të grupit menaxhimit strategjik, mund të rishikohet tash duke pas parasysh se kemi një shtesë konsiderueshme në investime,
edhe në bazë legjislacionit financiar mund të rishikohet lista e investimeve që do diskutohet edhe me strukturat e policisë shtetit, pasi sipas legjislacionit në përgjithë të kompetencave që ka në ligj policia e shtetit e propozon vetë detajimin e buxhetit, që mund të jetë objekt i rishikimit tek investime, pasi kjo lista e investimeve është pjesë e ligjit, por që nuk e përjashton mundësinë e rishikimit në raport edhe me projekte tjera të rëndësishme që mund të ketë. Po, faleminderit. Atëre, zoti Balliu, çfarë kishit një pyetje që s'mori përgjigje? Unë të ndezim. Unë pyeta në lidhje me buxhetin, a justifikoni ju, apo si e justifikoni ju, faktin që buxheti nuk pasqyron prioritete strategjike për luftën ndaj krimit organizuar dhe pastrimit parave, në veçanti të pastrimit parave, duke u referuar këtu raporteve ndërkombëtare. Po, faleminderit, zëra ministre. Jo pa qëllim edhe referova një nga projektet që jemi duke zbatuar aktualisht me mbështetje të Bashkimit Evropian, pikërisht që targeton edhe synon të targetoj edhe këto fenomene dhe ndërkohë të përmirësoj akoma më shumë edhe veprimtarin tonë, po patjetër të gjitha buxhetet bashkarisht në një drejtim shkojnë. Pra e rëndësishme është që krahas buxhetit shtetit, se në fund të ditës efektivët dhe punonjësit që punojnë në policinë e shtetit dhe jo vetëm janë punonjës cilët paguhen nga ky buxhet shteti që po prezantojmë, së bashku dhe me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar do ta çojnë atë drejtim gjithë punën e përbashkët me qëllim që të garantojmë dhe të ruajmë edhe të përmirësojmë akoma më shumë standardet dhe sigurinë e rendit publik në Shqipëri. Pra të gjitha në këtë drejtim çojnë së bashku me buxhetin e shtetit dhe me mbështetjen e projekteve që jemi duke zbatuar aktualisht, të gjitha në një drejtim, pra në rezultatet e punës përbashkët. Faleminderit, zëra ministre. Nga kolegët, pyetje për ministren. Ka akoma që pastaj të kalojmë në diskutime, se ministra ka agjend tani dhe do duhet të ikin, përfaqësues e ministrisë do jenë këtu edhe për diskutime, po ministja vetë ka një agjend që duhet të largohet, kështu që nëse keni pyetje për ministrin akoma, mund ta bëni tani, po ashtu pastaj kalojmë në diskutime. Ka? Nuk ka. Shumë faleminderit zëra ministre për 4 orë që ishit në komision dhe për gjitha diskutimet dhe përgjigjet shtërruese që morëm. Ju urojmë punë të mbar edhe suksese me buxhetin e ri. Shpresoj që të shpenzojmë i gjithë buxheti ose më mirë akoma të marrim edhe shtesa gjatë vitit 2026 në plotësim të objektivave. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe realisht e vlerësoj edhe gjithë debatin dhe diskutimin që bëm bashkarisht këtu, se besoj që të gjithë bashku mund t'japim një dorë akoma më shumë dhe mund t'jemi vlerësuar për ta çuar pa aty ku duhet gjithë reformat që kemi vënë vetes, por dhe objektivin e përbashkët për një Shqipëri akoma më të sigurt, akoma më të suksesshme. Faleminderit. Shumë faleminderit. Atëherë përcjellim ministrin dhe kalojmë në diskutime. Për diskutime, zoti Balliu, fjalë për ju. Faleminderit edhe një herë. Unë e pyeta 2 herë zonën ministra, herën e parë nuk ktheu përgjigje fare, herën e dytë tha do të na e zgjidhin ndërkombëtarët. Raporteve të cilëve vetëm gjysore, 1 orë më parë tha që janë raporte të pasakta, se i kemi ne më të sakta. Pra lloj-lloje agjencisht. Unë nga fondet e Bashkimit Evropian nuk pres ndonjë gjë të madhe, sepse ata
siç kanë bërë me fondet IPART, na shikojnë si një vend i korruptuar, nuk i sillin fondet se thot fondet vidhen. Ndaj unë pyeta, a kemi ne ndonjë mas dhe pse s'kan fak kërkesë nga Ministria e Brendshme lidhje me një buxhet specifik për të ndihmuar policinë e shtetit që të bëjë hetimet ndaj një krimi të organizuar dhe karteleve që janë ndër më të sofistikuara, që kanë një buxhet jashtëzakonisht madh me fonde të pafundme, dhe mora përgjigje që do ta bëjmë me aleatët. Kjo është anormale në mendimin tim, duke ju referuar këtu që prioriteti kryesor i policisë shtetit i Ministrisë Brendshme duhet të jetë lufta kundër pastrimit parave drogës dhe kundër krimit organizuar. Dhe gjëja e fundit që kërkon buxhet Ministria e Brendshme është pikërisht kjo. Së dyti, dëgjova këtu pafund kemi marrë buxhetin më të madh, kemi buxhetin më të madh, por është normale që keni buxhetin më të madh se keni taksat më të larta në rajon. Nuk keni një fond tjetër, nuk është se i sjell Ministria parat nga xhepi i ministrës. Fondi i buxhetit rritet se merrni më shumë para qytetarëve shqiptar. Dhe kemi taksat më të larta në rajon. Dhe buxheti për cilin ju flisni, 68%, jo 60%, 68% shkon vetëm për paga, nuk shkon për të bërë punën, për të luftuar krimin organizuar apo kartelet. 68% i keni për paga, nuk ka pse të qeshni zotëri. Unë po kërkoj që pse s'po na kërkoni më shumë para për t'ju dhënë ju mundësinë që të luftoni këta. Këta janë kartelet cilat kanë buxhet 8 miliardë euro vetëm çopja. Për mos fol për çelën që s'kan guxim as t'i përmendin emrin. Me çfarë do i luftoni ju, me 2.5 milion lek buxhetin? Bëhemi serioz. Keni kërkuar këtu për infrastrukturën se do përgjigjemi ne për 13 minuta. Ndërkohë këtu krimi bën namin nga mëngjesit deri në darkë, përgjigjesh për 13 ditë. Së dyti, thatë për buxhetin, rritet me 4%, që për vendet të zhvilluara, të cilat ne pretendojmë që jemi, duhet të ishte 7 ose 8%. Ndërkohë, të gjitha këto kërkesa dhe parashikime ju i bëni sipas dëshirës suaj, se qoftë Banka Botërore dhe FMN-ja tani në fund, ju a ka ulur parashikimin për rritjen ekonomike. FMN-ja e ka 3.3%, Banka Botërore thot 3.1%. Ju nga e merrni këtë rritje ekonomike që vini me këtë buxhet? Dhe specifikoj, ka një formë për të thënë, kemi 9 miliardë euro. Mirë do ishte që 9 miliardë euro, një pjesë e mirë shkonte për zbërtesës të siguria dhe jo tek ato tunelet e llogaras, që i pam se ç'a janë. Se shkojnë buxhete për afera korruptive dhe s'ka pasaj policia e shtetit, s'ka për rritje rrogash, s'ka për rritje pensionesh. Se shkon buxheti në përgjepat e tjerëve. Dhe pastaj flasim këtu ja se ne do përgjigjemi për 13 minuta kur të kaloj ai me monopatin. Ndërkohë policët janë në pikë të hallit. Ç'a do përballet ai me Suel Çelën në Elbasan? Ç'a do bëj polici i Elbasanit me strukturën të përgjysmuar në Elbasan? Në këtë kontekst, mendoj që, dhe u them dhe herë, ne po flasim për të ardhur në ndihmë sigurisë dhe vlerësojmë që gjëja më e rëndësishme. Dhe kërkesat buxhetore janë për vërtetës propagandistike. Nuk kanë të bëjnë me punën e rëndë dhe të vështirë që ka kjo ministri dhe njerëzit që punojnë atë në ministri dhe patjetër veçanti policia e shtetit. Në qoftë se do të donim të bënim diçka edhe për të ndihmuar ekonominë, edhe po doni ju për të ndihmuar atë buxhetin që ju keni kaq shumë merak, do të ishte pikërisht të goditeshe krimi organizuar në palc. Palca e krimit janë leku, paraja. Se arreston një për atyre dalit 20 të tjerë këta. Është paraja. Merru parat. Po një njeri që ka një kull nuk mund të thua që e kam bërë suksesun se i mora një apartament në Qerret. Në mendimin ton, në qoftë se do donim, në qoftë se duam të luftojmë krimin organizuar, ky projekt buxhet duhet përqendruar te armët
që duhet keni ju për t'i luftuar ato. Ata janë shumë herë më të sofistikuar, marrin vetëm rastin e sulmeve kibernetike që kemi pas ne, ishim komplet të pambrojtur. Doli numri i kartës identitetit, rroga, kur ka punuar, si ka punuar, targa e makinës, ku ka fletur, pse s'ka fletur, doli gjithçka dhe ne ishim komplet të pambrojtur. Dhe vjen buxheti për sigurinë kibernetike, e cila është kriza më e madhe e sigurisë do ketë, jo Shqipëria, po gjithë bota. Ne vim me buxhetin më të ulët në gjithë rajonin, ndërkohë që ne në gjithë rajonin jemi të parët dhe të vetmit që jemi sulmuar. Fshinjët tanë kanë buxhetin të shumëfisht. Themi 9 miliard kemi bërë gjithë të buxhet, por nuk gjekem dhe nuk mjafto ka ky buxhet historik i jashtëzakonshëm, kaq i madh. As ky buxhet i jashtëzakonshëm nuk mjafton që t'i orientojmë parat tek puna juaj, tek siguria e vendit. I keni parë sa buxhete marrin këto ministritë tjera? Infrastruktura e energjia ka 68% buxhetit. Po mendoj që kjo jeta e njerëzve këtu është më e rëndësishme. Mendoj që buxheti për ato rajonet policisë apo policinë e shtetit në tërësi është shumë herë më i rëndësishëm, kurse ne rrim diskutojmë këtu a kanë një kartë ata për tikur të marrin ushqim te dyqani. Ktu ka degraduar policia jonë. Ndërkohë luftojnë kartelet më të pasura të globit. Prandaj të zotërin përfaqësues të Ministrisë Brendshme, unë do ju kërkoja edhe ju, të kërkoni kolegëve tuaj të qeverisë, të rishikojnë buxhetin në lidhje me çështjet e sigurisë, të shikojmë mos heqim sa fonde nga këto projektet e tuneleve të korrupsionit dhe t'ia kthejmë në dispozicion policisë shtetit, gardës, atyre të cilët përballen çdo ditë duke rrezikuar jetën që ne të flejmë gjumë rehat. T'ia kthejmë dhe juve si ministri që ta krijoni atë agjenci që i kërkova. Keni kriju 700 agjenci për tërë lloj çështje që keni pas ju dëshirë. Keni nxjerrë akte normative, një herë në 4 ditë dilni me akt normativ për të shëm këtë, për të bërë atë. Po pse nuk merrni me kaq emergjencë ju hetimin e pasurive, të krimit organizuar e të kullave? Aty është pastrimi i parave. Agjencitë imobiliare janë, ja këto që nxjerr ky që thotë solla nga Italia, unë do vi do blej gjysmën e Shqipërisë, agjencia imobiliare. Se do rriten çmimet. Kush do i blej këtu? Studentët shqiptar do i blejnë, që s'mbulojnë dot 400.000 lekë, 500.000 lekë muj, qerat. Do blejnë 7.000 euro metrin katror. Pastrimi i parave është nyja ku mund t'i godasim kartelet sot. Dhe i keni të kullat, krijojeni këtë, kërkoni buxhet për këtë. Po hajde t'ju mbështesim në luftë kundër këtyre. Po s'krijoni buxhet për këtë, se s'keni plan t'i luftoni këta. Ndaj ju ftoj, qofse doni të bëni një gjë të rëndësishme, flisni dhe me kolegët e qeverisë suaj, të kërkoni buxhet për të luftuar krimin, jo për të bërë propagandë televizor. S'mund të ngelet policia e shtetit shqiptar të hallja kanë një kartë për të marrë ushqime në supermarket. Kemi rrogat më të ulta në rajon, policisë shtetit. Ndërkohë, ata përballen me bandat më të rrezikshme në Europë. Kaq mjafton për t'rreguar se çfarë buxheti është ky. Faleminderit. Faleminderit zoti Balliu. Zoti Male ka kërkuar fjalën për diskutim. Doja të pyesja në lidhje me pjesën e Smart City-t. Duke qenë se vi nga bashkitë, kam qenë pjesë e projektit Smart City-t, do t'ju pyes, këto 20 qytetet janë selektohen si 20 qytetet me numër popullsie, duke qenë se ne në projektin e parë Smart City ishim 7 bashki, si Mati, Shkodra, Vlora, Tirana, Berati, me sa mbaj mend dhe Kuçova, për pjesën e Smart City, po s'ka rëndësi se po. Po. Dhe edhe gjë tjetër, që po marr nga diskutimi i kolegut, në fakt kjo është mungesë koncepti dhe vizioni se bësh i krahasim policisë apo buxhetit, dhe ne themi buxheti më i madh se mund kujtohet buxheti dikushëm me keqardhje, duke qenë se vi nga pjesa e uniformave, ku
Policia e Shtetit ishte katandis në një polici që jo që nuk zbaton të mision e saj, po ishte edhe për të ardhur keq, që mbajmë mend ato makinat që i shtynin punojësit e policisë, apo mbajmë mend ato karburantet 2 litre dhe 3 litre që u fusin makinave, apo një uniform në 10 vjet që ishte për të ardhur keq tash i punojësit e policisë në rrugë. Ku sot? Normalisht ka një ndryshim shumë madh. Tash si kolegu flet për kartele, se kolegu është shumë lart ke kjo pjesë, po do të them vetëm kaq, shumë përgëzime, ky është një buxhet që i kthe dinjitetin policisë shtetit, punojësve policisë. Shpresojmë që në vitet më ardhshme ta kemi akoma më të lartë dhe më të madh, po të bësh i krahasim me pagat e rajonit, se nuk e di ku i merr dhonat, si duket ka ndaj kështu chat GDP personal. Po dhonat janë që edhe në rajon policia e shtetit me pagat është shumë më konkurruese se edhe vendet e rajonit ballkanit perëndimor. Megjithatë, shpresojmë që në të ardhmen do t'i kemi akoma më lartë edhe ta mbështesim akoma më shumë. Kaq është. Po zoti Balliu për replik 2 minuta. Patjetër. Tani, unë se di pse e keni kap keq me chat GPT-n, u tha që diella do bëhet me 83 kalamaj. Po tash kështu që ju e keni zyrtar, keni li partia po. E dyta, e vërtet është ajo puna e makinave që keni marrë makina 3 ju, po s'ka përfitu policia, përfitoi papuli me atë punë. Morët ato atje, bëhet i koncesion me atë, i bëri ca lekë ai. Unë po flas që parat të shkojnë për luftën kundër krimit. Ju thash edhe shpar. Kriminalët në kohën e Partisë Demokratike shkonin në burg. Ju nxorën nga burgu e futën punë bashki. Durrësit apo jo? Ne kishim burg atë. Tash e mori Spanja. Si mund të flasim ne? Nuk shkonin në parlament ato. Ne nuk kemi pasur, kanë qenë debate, s'kemi rënë dakord për asnjë gjë, por nuk ka pasur trafikant në parlament. Ekzistonte, njëri me 2 vrasin kur rris vinte në parlament ishte koleg. Po ju keni pasur koleg që kishit pedagog, keni patur shkrimtar, keni patur analist, keni patur artist, i keni patur gjithë këta dhe në krah këtyre vini dhe njërin që ishte marrë me drogë. Hoqet këta. Pastaj futet në bashki këta. E morët atë, merreshe me drogë, e bët kryetar bashkie në Vorë, e la bashkinë e Vorë, shkoi u marr prapë me drogë. Këto nuk kanë pas ndodhur, këto kanë ndodhur me ju. Ne mund kemi 1001 të zeza. Çfarë dush ti na thuaj? Këtë nuk na e thot dot as socialisti më i thekur. Kriminalët konton shkonin në burg, jo në parlament. Dhe në rastin konkret që thoni ju, çfarë kërkova unë që doni të bëni debat? Unë po kërkoj buxhetin që po kërkon ministria, që është më i madhi, më i miri, më i papari, më i jashtëzakonshëm, 9 miliardë euro. Ky buxheti që ka 9 miliardë euro, po si s'pas ka fonde për të krijuar një instrument, një institucion, një çfarë të doni ju quani, agjencia, si i keni qefet ju të quani, që të merret posaçërisht me pastrimin e parave që po bëhet në Shqipëri. Tani, antimafia italiane thotë është problem. Departamenti i Shtetit Amerikan thotë është problem. Interpoli thotë është problem. Vini ju këtu thotë s'është problem. Unë midis jush dhe këtyre për izvërtetës besoj ata. Okej. Faleminderit zoti Balliu. Keni një përgjigje për me që po, me që ngritet. Se jemi tek pjesa e diskutime, po për pyetjen, në fakt, domethënë shkurtimisht, do ketë 3 komponent kryesor. Smart City, që është siguri rrugore, siguri publike, siguri kufitare. Dhe kjo patjetër që ndihmon edhe në luftën dhe parandalimin dhe në luftën ndaj krimit, të gjitha llojeve. Përzgjedhja është me të njëjtat parametre që ju keni qenë dëshmitar. Pra, jo thjesht qytetet me më shumë banor, por qytetet ku ka nevojë për instrumente të tillë. Dhe natyrisht, mos keq kuptohemi, qytetet ku ka më shumë banor, patjetër që kanë më shumë problematikë dhe kanë më shumë nevojë, sepse kanë më shumë rrugë, më shumë kryqëzime etj. Por për të gjitha do jetë me të njëjtën metodologji siç u bë përpara. Edhe po flasim thjesht për fillimin me 20 qytete, se pastaj edhe mund të shtohet. Faleminderit. Faleminderit për diskutim. Okej. Faleminderit kryetar. Ndjej dhe si detyrë morale në fakt, duke qenë se kam shërbyer në Ministrinë e Brendshme për 8 vite, edhe fatkeqësisht ajo godin treq fantazit më alucinante kur vjen puna për rendin siguri publike dhe çfarëdo lloj thrilleri tjetër,
por unë dua të flas shkurt fare me fakte, sepse puna e Ministrisë Brendshme, e Policisë së Shtetit, e atyre 10.000 burrave dhe grave, në fakt nuk mund të përdoset për politik, aq më tepër që është një institucion që i shërben të gjithëve. Lidhur me pjesën e klasifikimit të Shqipërisë, duhet kemi parasysh që negociatat u hapën pasi kapitulli 23 dhe 24 në fillim ose klasteri i parë morën okay nga Komisioni Evropian. Dhe kapitulli 24, drejtësia, liria dhe siguria, në thelbin e tij ka luftën kundër krimit të organizuar, luftën kundër pastrimit parave, luftën kundër terrorizmit, kundër trafikut e tjera. Nëse ne nuk do të kishim track record, siç e kërkon edhe Bashkimi Evropian, të plotësuar, absolutisht nuk do të kishim marrë dritën jeshile për të vazhduar dhe për të vijuar me kapitujt e tjerë. Tani në 17 nëntor, në mos gaboj, kemi grup kapitujt e fundit që do të hapen për pjesën e negociatave. Ndërkohë, sa i përket pjesës sigurisë kibernetike, i kujtoj kolegut që nuk është tagër i Ministrisë Brendshme në fakt, por është tagër i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike, gjithashtu një institucion i cili merret në mënyrë ekskluzive me këtë pjesë. Siguria kibernetike, përsa i përket pjesës së Ministrisë së Brendshme, ka të bëjë me cënimet e rendit sigurisë publike me një fokus shumë të madh në luftën kundër terrorizmit, radikalizmit, por dhe në pjesën e hetimeve kur ato ka një denoncim, por siguria kibernetike në vetvete do duhet të investohet në një institucion tjetër dhe jo ekskluzivisht në Ministritë Brendshme. Sigurisht që nuk mjafton asnjëherë një buxhet për zhvillime teknologjike, por ky është një zhvillim shumë i mirë. Një pikë tjetër që dua të sqaroj me fakte ka të bëjë me pjesën e pastrimit të parave, gjithashtu jo tagër ekskluziv i Ministrisë së Brendshme, duke patur parasysh task force-n që kemi njësinë e hetimit financiar dhe dua të them që në raportin e Manivalit Shqipëria nuk është në zonën gri. Tani, o kanë të drejtë ata që shkruajnë raportin e Manivalit kur Shqipëria nuk është në zonën gri, o kemi ne të drejtë që bëjmë muhabet në Komisionin e Sigurisë duke thënë të pavërteta. Kështu që e bëj këtë e para sepse thash ndjej një detyrim moral dhe do doja që kushdo ta provonte një herë të punonte në Ministrinë e Brendshme, ta shikonte se sa e lehtë është në fakt ta thuash këtë gjë pasi ke punuar aty. E dyta, sepse i detyrohemi vendit tonë për të mos ia nxjerrë faqen, dhe e treta, sepse ata 10.000 burra dhe gra që punojnë për Policinë e Shtetit nuk meritojnë të përgjigjësohen për ata në fakt që askush nga ne këtu në Tryezë nuk do t'i mbronte nëse janë bërë palë me të keqen. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Atëherë kemi diskutim tjetër. Nuk kemi. Shumë faleminderit përfaqësuesve të Ministrisë. Këtu mbledhja mbyllet. Shihemi nesër për dëgjesat me Ministrin e Mbrojtjes. Shumë faleminderit.